i komentuar këtë pasdite dhe këtë mbrëmje. Zoti Vokri, çfarë ishte ajo deklaratë se disa prej ndërkombëtarëve në disa raste kanë nxitur tensione në veri të Republikës? Ndoshta pa të nevojë disa prej medjave që me dal pak prej asaj monotonisë së përditshme. Apo ndoshta jo, me këtë deklaratë? 2 muaj mirë. Për të rikthyer fuqishëm. Të kuvendit edhe të dash diçka. Ose ndoshta një pjesë e medjave të opozitës, po jo vetëm medjave dhe eksponentëve të opozitës, ta gjejnë pikërisht ditën e sotme të vizitës së zonjës Kallas në Kosovë, ku paralajmëru fillimi i heqjes së masave ndaj Kosovës, që ta deformojnë një pjesë të njënës prej deklaratave të mia dhe... Deklarata juaj ka qenë e saktë? Unë... Keni përmendur edhe emër konkret, shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, ai Ivo Arau. Po, unë e ftoj gjithë ata që janë të interesuar për me pasi çka është thonë, për çka kam deklaruar, që ta shikojnë nxjerimin e kësaj interviste edhe ta shikojnë murin tim në Facebook, është shumë lehtë për me kuptu se për çka është fjala, me marrë vesh më mirë kontekstin. Ajo që unë deshta me sjell më pas sot ishte edhe kjo bo me insistimin kogja kështu kogja rigid të kolegës tuaj Donikës në KTV, do të me përmenë se prej aty me komentu për këto deklarimet e faktorit ndërkombëtar, për përgjithësojmë se nuk është just një faktor, në ambasadat ndryshme ndonjëherë edhe kretë shteteve ose shefat misioneve si BE-ja e kështu me radhë, kryesuesja e Komisionit Evropian e kështu me radhë, pra që veprimet cilat po i ndërmerr në vazhdimsi Qeveria e Republikës së Kosovës në veri, po e pengojnë shtensionimin e situatës atje. Pra insistoj disa herë që të them diçka jashtë asaj gjuhës kështu shablon, klishe, dhe